إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderoj dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, po zgjidh pasuri vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e 7 radhëzi nga libri El Minhaj min Mirath an-Nubuwah, pra udhëzime jetike nga trashëgimia profetike. Ligjëratën e kaluar kemi fol për tërbietun e Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabehu alal amal, pra edukimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shokët e tij, pra ishte që i edukonte në vepra dhe në punë. Pra, i edukonte që mos të pyesin shumë, vetë shoqërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta jepte atë kuptim, pra në gjëra të cilat janë të dobishme dhe i kritikonte nëse ushtrojshin pyetje të cilat ishin të panevojshme, apo pyetje të cilat nuk i ishin në dobi, apo pyetje të cilat nuk e shtojnë imanin dhe kështu me radhë. Pra, ajo çka u veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej gjërave ishte që edukoi ato në frymën e veprës dhe të punës. Ndërsa sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës të titulluar Bab fi sidq an-niyya, për sinqeritetin en al-amal al-maqbul huwa ma butughiya bihi wajhullah. Puna e pranuar tek Allahu është ajo vepër dhe ajo punë e cila bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala wa wafaqa sunnah dhe është në përputhje me sunetin. Pra, e para bëhet për hir të Allahut dhe e dyta është në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushriku bi ibadatihi rabbih ahada. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, pra kush shpreson në takimin e Allahut, në takimin me Allahun subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, le të bëjnë vepra të mira, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dhe mos t'i bëjnë shok Allahut pra në atë vepër që e bën. Këtu nga ky ajet kuptohet ai që shpreson takimin me Allahun subhanahu wa taala, dhe kjo vjen edhe në kontekst ai i cili është i përmalluar për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Pra njëri që shpreson apo është i përmalluar për takimin me Allahun subhanahu wa taala, çdo herë duhet pra të shoqëroj këto dy gjëra. El amal, të ketë veprën që e bën, të jetë el amal salih, vepër e mirë, dhe të jetë vepër e sinqert, pra e pastër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Vepër e mirë dietarët thonë të jetë pra sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të jetë të dalë nga drita e shpalljes nga Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është vepër e mirë. Çdo vepër e cila nuk është sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk llogaritet vepër e mirë, duke u nisur nga ky ajet. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, pra dhe mos ti shoqëroj pra adhurim, mos ta gjatë kryerjes së adhurimit mos ti shoqërojnë Allahut subhanahu wa taala askënd. Pra themi, nëse bashkohen në një vepër këto dy cilësi, sipas sunetit dhe e pastër vetëm për Allahun, atëherë ajo vepër është nga më të rëndësishmet që njeriu i ruan për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë që ka niyeti, sinqeriteti dhe që veprat të jetë për hir të Allahut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë thot veprat janë sipas qëllimit dhe sipas niyetit. Para se të hyjmë dhe ta shpjegojmë këtë hadith, vetë dua të përmendi fjalët e dietarëve çka kanë thënë për vlerën dhe rëndësinë që ka ky hadith. Duke filluar nga Imam Ahmedi, Imam Shafiu,
Abdurrahman ibn Mehdi, Ali al-Medini, këto janë nga dietarët më të mëdhenj të Islamit, kur kanë folë për këtë hadith, ka thënë hadha al-hadith thuluthul Islam. Ky hadith është 1/3 e Islamit. Pra nëse mira hadithat të tjera përmbajnë 2/3 e Islamit, vetëm ky hadith është 1/3 e Islamit për rëndësinë që ka ky hadith. Mu për këtë edhe ishte edhe zakon edhe tradit tek dietarët e mëhershëm që çdo kush kur fillonte ta shkruante një libër apo ta bante një vepër, e fillonte me këtë hadith, veprat janë sipas qëllimit. Shtrohet pyetja pse të nderuar vëllezër dhe motra qenë ka ky hadith 1/3 e Islamit dhe pse pra çka i bani këto dietar ta nxjerrin këtë konkluzion dhe të dalin me këtë rezultat se është 1/3 e Islamit. Inshallah do të mundohemi të shpjegojmë për rëndësinë që ka ky hadith. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmend këtë hadith, ka vazhduar dhe ka përmend një shembull në lidhje me këtë hadith. Çka thot? Veprat thot janë sipas niyetit apo sipas qëllimit. Innamal a'malu binniyat. Veprat janë sipas qëllimit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dhe çdo kush do ta marrë shpërblimin varësisht prej niyetit. Deri këtu është e kuptueshme. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pruni hijretin. Pra nuk pruni ndonjë vepër tjetër, por e pruni hijretin. Faman kanat hijratuhu ila Allah, fa hijratuhu ila Allah. Kush bën hijret për Allahun, pra migrimi lën vendin, hijreti është për Allahun. Hijreti të nderuar vëllezër dhe motra, migrimi apo kështu me radhë, është vërtet një lodhje fizike, pra lodhje me trup, udhtim dhe kështu me radhë. Mirë, po përveç që është lodhje fizike, është edhe lodhje shpirtërore, sepse migrimi apo hijreti shkakton edhe ndarje nga familja, ndarje nga rrethi, ndarje nga e lën një lloj rahatie dhe një lloj qetësie në të cilën ke qenë dhe kështu me radhë. Pra një vepër e vështirë. Pra nuk është diçka një vepër e lehtë hijreti. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pruni shembullin e hijretit. Mirë po e pruni edhe një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi azza wa jall illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Tash e kemi hijretin, pra një vepër bajagit të vështirë. Dhe e kemi një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti nuk shpenzon diçka, apo nuk jep diçka në këtë rrugë që e bën për hir të Allahut, derisa qoftë thot edhe kafshata thot që ajo bashkëshortesh tënde thot, e ushqen thot ti do të marrësh shpërblim. Pra para nesh i kemi dy vepra. Një vepër shumë të vështirë. Pra hijreti, me shku, me mira kilometra, nxehtë, lodhje, raskapitje, sakrificë, ndarje dhe kështu me radhë. Dhe kemi një vepër shumë të lehtë që jo vetëm është vepër e lehtë, por është vepër instikte që buron prej dashurisë që e ka burri për gruan. Pra që ta ushqesh gruan nuk duhesh me pas ku me ditë sa lodhje. Thjesht kjo edhe mënyrë pa lodhje fare ndodhen kjo vepër. Mirë po të nderuar vëllezër, ajo çka është me rëndësi është se tek vepra e parë, edhe pse është shumë e mundishme edhe shumë e lodhshme, nëse nuk e ke niyetin dhe nuk e ke sinqeritetin dhe nuk e ke bë për hir të Allahut subhanahu wa taala, kjo vepër pra nuk shpërblehesh fare. Pa marrë parasysh se sa e lodhshme është ajo vepër. Ndërsa tjetra, e kundërta, ka mundësi diçka është edhe instiktivisht, diçka, edhe nëse s'pa them instiktivisht, është diçka thjesht shumë e lehtë mu vepru. Thjesht i ofrosh bashkëshortes ushqim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ujirte, pra do të marrësh shpërblim. Pra mu për këtë dietarët thonë rëndësinë që ka ky hadith. Pra, për ja thot Abdullah ibn Mubareku, kem min amelin saghir, pra sa shumë vepra thot të vogla, mirë po niyeti i ka zmadhu dhe i ka bërë të mëdhaja. Wa kem min amelin kabir, sa shumë vepra thot të mëdhaja, sa garahu nije, pra niyeti thot i ka zvoglu. Pra, kjo tregon të nderuar vëllezër dhe motra rëndësinë që ka ky hadith, apo rëndësinë që ka niyeti, sinqeriteti në jetën e besimtarit. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë hadith vazhdon dhe thot
nëse dhe arsyeja e këtij hadithi sigurisht e keni ndëgjuar se një njeri është nis me bë hijret që të martohet për një gru. Pra nuk është nis, pra në pikpamjen e parë është duk se ky po shkon me bë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po në brendsinë e tij është mshef se ai ka shku që të martohet me një gru. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha فمن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة يصيبها, nuk e përsëriti hadithin hijreti është për atë për dunja apo për diçka mirë, por tha fa hijratuhu ila ma hajara ilay në një mënyrë që nënvlerësuese për një vepër. Pra shpërblimin e ka për një atë pse e ka bë atë vepër. Pra nuk e ka përsërit dy herë duke tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith, thonë dietarët ka dashur me tregu me ja ul vlerën çdo vepre e cila nuk bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe në psikologji thonë psikolog dhe kështu me radh, çdo vepër ka një dafje, një shtyt, një motiv që e shtyn njeriu me vepru. Edhe në islam, ajo shtytësi, motivi që e shtyn njeriu me vepru, është qëllimi dhe niyeti. Pa marrë parasysh, a është i mirë qëllimi apo i keq, mirë po është niyeti apo qëllimi nga brenda që e shtyn një njeri me vepru. Pastaj, këtë qëllim dhe këtë niyet, nëse e ke pas të mirë dhe e ke pas për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të shpërblehesh, dhe e kundërta, nëse e ke pas keq dhe nuk e ke pas për hir të Allahut subhanahu wa taala, mundi do të shkoj pra në të kotë. Po ashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, pra thot Allahu në një hadith kutsi, ana aghna shuraka ani shirk. Unë jam më i panevojshmi që të më bëhet mu ortak. Men amila amalan ashraka fihi ma'i, kush vepron një vepër të cilën më bën mu shok, taraktuhu wa shirkahu, e braktisi atë dhe shirkun e tij. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, ky është hadith i rëndësishëm që na tregon për rëndësinë që ka vepra të jetë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëse do me bën një vepër për hir të Allahut, pra duhesh mi kuptu se Allahu subhanahu wa taala është i ma pak që është i nevojshëm, apo i panevojshëm dhe kështu me radh, ghani, është më i pasur dhe kështu me radh, që në atë vepër të shoqërohet edhe dikush tjetër. Pra Allahu subhanahu wa taala, siç kemi thënë, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, inna Allaha yaghar, Allahu subhanahu wa taala xhalozan. Ashtu siç i takon madhërisë së tij, që do të thotë se Allahu nuk pranon që në një zemër që njeriu do me bën një vepër për dikën, do me bën një vepër për Allahun subhanahu wa taala, në atë zemër me qenë pra edhe një vepër me qenë edhe dikush tjetër. Tek çështja e veprimit të nderuar vëllezër dhe motra janë dy gjëra. E para, ka mundësi një njeri prej në esencë e fillon një vepër për dikën tjetër. Dhe e dyta, ka mundësi e fillon për Allahun subhanahu wa taala një vepër, mirë po gjatë rrugës, shkak i rrethanave, faktorëve dhe kështu me radh, fillon dhe i shoqëron Allahut subhanahu wa taala pra shok, pra e bën edhe për Allahun, mirë po as zbukuron një vepër me të pa dikush, me fitu një lloj fame, një lloj lavdije dhe kështu me radh. Këto vepra të nderuar vëllezër janë pra të ndaluara apo janë të papranuara. E vetmja vepër e cila është e pranuar është ajo vepër që fillohet prej në fillim, pra dhe deri në fund kur përfundon metën e sinqert e pastër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ajo që e bën njeriu që të jetë i sinqert, thonë dietarët, kullama kana al-insan billahi a'rafu kana lahu akhlasu. Aq sa më shumë që njeriu din për Allahun, din për emrat e Allahut, din për cilësitë e Allahut dhe kështu me radh, aq sa më shumë ka dituri për Allahun subhanahu wa taala, aq më shumë është i sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Aq më shumë sa është i bindur tek shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë kjo bindje në këtë shpërblim e bën që të jetë aq më i sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu të nderuar vëllezër dhe motra, hadith tjetër i cili na tregon për rëndësinë që ka sinqeriteti apo niyeti i pastër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na pron neve një shembull, një rast, thot laqad taraktum bil medinati. Ja nis në luftën e Tebukut dhe i thot shokëve të vet, ju me të vërtet në Medinë keni lanë aqwamen, disa njerëz, një popull,
Ma sirtu mesira, nuk esni, thot, në një udhë. Wala anfaqtum min nafaqatin, apo shpenzoni diçka. Wala qata'tum min wadin, apo kaloni në për ndonjë lugin, illa wa hu ma'akum. Vetëm ato janë me juve. Pra, të janë nisë për në luftën e Tebukut, disa njerëz në Medine, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, ato çka i keni lanë Medine, ju nuk esni, nuk jepni, nuk lodhen, nuk sakrifikoni diçka, vetëm sa ata janë me juve. Kjo fillimisht u duk çudi për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut. Wa kayfa yakununa ma'na wa hum bil Madinati. Pra pikpamjen e parë ishte diçka e pa kuptim për ta. Si ka mundësi i thanë ata me qenë me neve wa hum bil Madina, ndërsa ata janë në Medinë? Qala habasahumul maradu. Tha i ka penguar smundja. Pra i ka penguar smundja që të jenë me ju. Dhe për këtë e vërteton dhe zbriti ajeti ku thot Allahu subhanahu wa taala ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rabi. Nuk i takon banorëve të Medinës dhe atyre që ishin rreth Medinës, min al-a'rabi, nga beduinët an yatakhallafu an rasulillah, që ta thejnë urdhrin dhe mos i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dhe nuk i lejon atyre të japin përparësi jetës së tyre ndaj jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon ajeti deri ku thot Allahu wala yunfiquna nafaqatan, nuk japin diçka saghiratan wala kabiratan, qoftë e madhe apo e vogël, wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Dhe nuk ecin në një luginë kalojnë vetëm se do t'i shkruan shpërblim për ta, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, që t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, këtu kemi të bëjmë me dy gjëra. E para, e kemi një prej tyre është lodh, sakrifiku, dhamun, u përpoq dhe doli në kohë vështirësie me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tjetri ishte ulur në shtëpinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë që edhe ai i cili është në shtëpi, edhe ai merr shpërblim dhe ka shpërblim njëjtë si ju, mirë po arsyeja është habasahumul marad, ato po atën arsye. Pra, do të thotë të nderuar vëllezër se çështja thelbësore është në zemrën e atij që është i sinqert në qëllim dhe i sinqert në vendimin e tij për të qenë me këta. Allahu e di, thonë, ai dëshiroi, u përpoq, tentoi, por nuk mundi. Pastaj i shkruhet shpërblimi. Pra, kjo tregon për rëndësinë që ka sinqeriteti në jetën e muslimanit. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e din se njeriu është vërtet i sinqert apo jo. Mirë po nëse vërtet jemi të sinqert, pa marrë parasysh edhe nëse nuk mundemi ta veprojmë një vepër, ne me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të shpërblehemi për atë vepër, si do të vinë hadithet me radhë. Rëndësi, si thamë që nuk pranohet një vepër vetë e cila është e sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Pra, para se thot Aisha radiallahu anha, ka qenë një Ibnu Jud'an. Ky njeri ka qenë njeri i njohur në kohën e ignorancës, që ka dhënë shumë, i sjell mirë me kojshi, ka nderu musafir dhe kështu me radhë. Pra ka pas tipare dhe cilësi të mira. Mirë po, Aisha radiallahu anha donte me ditë gjendjen e këtij personi dhe i tha qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna ibna Jud'ana fil jahiliyyah kana yaqru ad-dayf. Thot Ibn Jud'ani thot në ignorancë ishte që i nderonte musafirt, wa yuhsinu al-jiwar, ishte që i usillte mirë me kojshit, wa yasilu ar-rahim, i mante lidhjet me komshi dhe farefis dhe kështu me radhë, fa hal yanfa'uhu dhalik, a do t'i bajnë dobi diçka kjo? Çka i tha pejgamberi? La, jo. Innahu lam yaqul yawman qad Allahumma ighfir li khati'ati yawm ad-din. Jo, nuk do t'i bajnë dobi sepse ai nuk tha një ditë, o Zot, mi fal mua mëkatet. Ky hadith të nderuar vëllezër dhe motra është, mendoj, hadith që ka mundësi njeriu të ndalet apo duhet të ndalet sidomos sot në këtë kohë të cilën jetojmë, sepse shumë njerëz, nëse një njeri është humanitar dhe kështu me radhë, bën vepra të mira dhe kështu me radhë, vlerësohet në një mes pa marrë parasysh ndoshta edhe çfarë besimi ka. Në momentin që ka kontribu dhe i ka ndihmu të varfër dhe kështu me radhë, ky person pra merr epitet
qoftë edhe në mesin e muslimanëve, dhe nëse kritikohet ky person, ndoshta të partë janë ato musliman të cilët zgjohen kundër këtij personi, pra që ka kritikuar dikën, i cili ka qenë humanitar, mirë po thjesht nuk i ka besu Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka mundësi që një njeri i cili është humanitar dhe vepron vepra të mira në këtë botë, ka mundësi që të arrijë deri te fama, të lëvdrohet, të marrë lëvdata dhe kështu me radhë. Mirë po tek Allahu subhanahu wa ta'ala, derisa ky person nuk i beson Allahut subhanahu wa ta'ala, ky person kjo punë të cilën e ka bë nuk i bën dobi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë kemi argument ku thot Allahu wa ma mana'hum an tuqbal nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Atyre nuk i pengoj asgjë që pra mos i pranohet vepra, pengese vetme e cila ka qenë illa annahum kafaru billah, vetëm ata pra kanë bë kufër apo nuk e kanë besu Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, do thotë nderuar vëllezër dhe motra, se vepra humanitare apo çfarëdo vepër në vetvete në relacion me ahiretin nuk të bën dobi. Mirë po, ajo që të bën dobi është që se kjo vepër bëhet për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ai njeri që nuk i beson Allahut, nuk ka mundësi si mi bë veprën për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, të gjithë këto gjëra janë të lidhura. Sepse, po ti kishte bë dikuj dobi një vepër e mirë, e cila në te nuk ka pas la ilaha illallah, i kishte bë dobi Ebu Talibit. Pra, sakrifikoi çdo gjë që ta ndihmoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, i ndihmojnë tana aspektet. Mirë po, nuk e kishte fjalën la ilaha illallah, pra mos pasja apo mos ekzistimi te ky person fjala la ilaha illallah ishte pengesë që t'i pranohen veprat. Për këtë thot Uthman ibn Affani, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Inni la a'lamu kalimatan la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa hurrima 'ala an-nar. Unë e di një fjalë që nuk e thot pra robi nga zemra është i sinqert, vetëm se privohet dhe është i ruajtur nga zjarmi i xhehenemit. Atëherë Omer radiallahu anhu i tha: Ela uhaddithuka ma hi, a do me të tregu cila është ajo fjalë? Hiya kalimatul ikhlas. Ajo është fjala e sinqeritetit, pra. Fjala la ilaha illallah, allati alzamaha Allahu tabaraka wa taala Muhammeden, që ja obligoi Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shokëve të tij, wa hiya kalimatu taqwa. Dhe ajo është fjala e devotshmërisë, allati ausa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ammahu Abu Talib. Kjo fjalë është që e këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam axhën e vet tek pra në prak të vdekjes. Pra, kjo fjalë të nderuar vëllezër dhe motra, la ilaha illallah, është ai çelësi që nëse njeriu e ka këtë fjalë në rregull, atëherë edhe vepra tjera që i bën do t'i pranohen. Mirë po nëse në këtë fjalë nuk e ka, çdo vepër të cilën e bën, ka mundësi të sjellë përfitime në këtë botë, siç thash, fama, mund të sjellë, domethënë, Allahu t'i hap rrugët e furnizimit, rrezikut dhe kështu me radhë. Mund t'i ketë profite dhe dobi në këtë botë. Mirë po, me vdekje, ai njeri i cili ka vdek në kufër dhe në mosbesim, çdo gjë merr fund. Dhe kjo fjalë të nderuar vëllezër dhe motra nuk është thjesht fjalë. Sepse po të kishte qenë vetëm fjalë, këtë fjalë kishte thënë Abu Talibi. Kishte qenë vetëm fjalë për disa shkronjave, nuk e kishin luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo fjalë ka disa kushte që i kuptun arabt, i kuptun pra Kurejshit se kjo fjalë pra çka përmban, mu për këtë atëherë edhe luftun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah është adhurim. Si çdo adhurim tjetër, nëse namazi ka kushte para se hym në namaz. Ka kushte kur jemi në namaz dhe kështu me radhë, ashtu i ka edhe kjo fjalë, mirë po tash nuk ka shkoha që të flasim për kushtet e kësaj fjale. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmenda më herët tek që do të vinë hadithet duke treguar për rëndësinë e niyetit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama dunya li arba'ati nafar.
Ky hadith është shumë i rëndësishëm kur flet për rëndësinë që ka niyeti apo sinqeriteti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo dunja, kjo jetë, kjo botë është për 4 persona. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Një njeri Allahu i ka dhënë edhe pasuri edhe dituri. Fa huwa yattaqi fi malihi rabbahu. Me këto pare e ka frikë Allahun. Pra nuk i harxhon në haram. Pra wa yasil fi rahimahu, iman lidhjet çka i ka obligim. Wa ya'lamu Allah fi haqqan, dhe din se në këto pare Allahu ka hakën te. Jep zakatin, e obligueshëm, sadakan, kontribon dhe kështu me radhë, pra fa hadha bi ahsan manazil inda Allah. Ky person i cili Allah i ka dhënë edhe pasuri, edhe dije, e ka frikë Allahun, nuk i shpenzon në gjëra të ndaluara dhe kështu me radhë, iman lidhje dhe kështu me radhë, thot ky është personi më i mirë tek Allahu. Wa rajulun atahu Allahu ilman. Ka mundsi një njeri ka dhënë Allahu dituri, wa lam yu'tihi malan. Mirë po nuk i ka dhënë pasuri. Fa huwa yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Po të kisha pasun pasuri si filani, i kisha ba veprat si i ban filani. Pra shef një njeri shpenzon rrugt të Allahut, ndihmon islamin dhe kështu me radhë. Një njeri tjetër nuk ka pare, mirë po thot, po të kisha pas pare, kisha ba të njëjtat vepra. Fa huwa bi niyatihi wa huma fil ajri sawa. Me niyetin e tij, normal, të jemi qartë me niyetin e tij të sinqert, dhe këtë e din vetëm Allahu subhanahu wa taala, fil ajri sawa, ato janë në shpërblim të njëjtë. Tash në shpërblim të njëjtë, të nderuar vëllezër, dietarët thonë në shpërblim të njëjtë fi aslul ajr, në esencën e shpërblimit, sepse thot ka mundësi të parit, i cili ish mundu ka dhënë dhe kështu me radhë, Allahu t'ja shumë fishoj. Mirë po në esencën e shpërblimit të dy marrin pjesë, ndoshta i pari ka mundësi të marrë edhe më shumë, shkak i mundit që ka bërë. Dhe e treta kategori, wa rajul atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilma, fa huwa yaqbitu fi malihi. I ka dhënë Allahu thot pasuri, mirë po nuk i ka dhënë dituri, dhe këtë pasuri e shfrytëzon në gjëra të ndaluara, wala yattaqi fihi rabbahu. Nuk e ka frikë Allahun në ato pare. I shfrytëzon në gjëra të ndaluara, wala yasil fihi rahimahu. Nuk i mban lidhjet të cilat i ka obligim, wala ya'lamu anna lillahi fi haqqan. Dhe nuk e din se Allahu, edhe pse ai pretendon se janë paret e tij, Allahu në te ka hak, siç është obligueshmëria e zakatit dhe kështu me radhë. Fa hadha aswa manazil inda Allah. Ky person është personi më i keq tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kategoria 4, rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Allahu si ka dhënë as pare, as dije. Fa huwa yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Po të kisha pasun pare, kisha vepruar si filani, fa huwa bi niyatin wa huma fil wizri sawa. Me niyet, ky thot është në dënim i njëjtë. Pra ka mundësi një njeri Allah si ka dhënë as dije as pare. Mirë po a shef një njeri që pare të shfrytëzon në mëkate. Dhe vlon nga brenda dhe thot si s'ka më dhënë pare, që ndoshta të kisha pas ato pare, pra i kisha bë edhe të njëjtat mëkate. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ato janë në gabime fil wizri, në mëkate të njëjtë. Pra kemi 4 lloj njerëzish. Ai që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dituri, pra i pari si shtami ka dhënë Allahu pasuri, edhe dituri e shfrytëzon në të mirë. Ai i cili ka dhënë Allahu dituri, po si ka dhënë pasuri. Mirë po është i sinqert se thot, po të kisha pas pasuri, do të kisha dhënë në këtë rrugë, në rrugën e Allahut. Dhe kemi 2 tjerë që Allah i ka dhënë pasuri, e shfrytëzon në të ndaluar, dhe edhe e kemi kategorinë e 4 që Allah si ka dhënë as pasuri dhe as dituri. Mirë po kur i shef njerëz duke i bën mëkat, pra ky njeri pra vlon nga brenda dhe thot me det ti kisha pasur këto pare që të kënaqem thojza siç janë duke u kënaq ata. Dërsa sa i përket pjesës dytë të kësaj teme të nderuar vëllezër, është e para është pra që të jetë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Siç thash pra, këto janë disa ajete dhe disa hadithe që flasin për vlerën që ka sinqeriteti. Dhe nuk pranohet asnjë vepër e cila nuk është e sinqert për hir të Allahut, pra nuk bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe dyta, si thamë, të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Për këtë kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, kush vepron një vepër në të nuk është udhëzimi ynë, kjo vepër është e refuzuar. Pra, kjo jep të kuptojmë të nderuar vëllezër dhe motra se vepra pra duhet me qenë që të pranohet, duhet me qenë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit. Çdo vepër që del jashtë kornizës dhe jashtë sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e refuzuar. Mirë po, të çështja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtu ka mendoj që duhet shumë të flitet për këtë hadith apo në përgjithësi për çështjen e bidatit dhe kështu me radhë. Pra, cila është ajo vepër e cila nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Themi që ajo vepër e cila nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala apo është ajo vepër e cila në të pra e kundërshton në mënyrë të hapur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo do e mos nëse e ke kuptu ti apo një hoxh dhe kështu me radhë një vepër se është sunet dhe një njeri nuk e vepron atë vepër. Jo do e mos ky njeri e ka kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i tha njëherë Imam Tahawiut khalefte sunne, e ka kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky i tha e kam kundërshtu kuptimin tënd. Pra te ke kuptu një çështje se kjo është sunet, pastaj unë e kam kundërshtu këtë kuptim dhe ty tash duk se e kam kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk do me thonë se çdo kundërshtim i një kuptimi të caktuar me do mos ne edhe kemi kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para. E dyta, ka mundësi një njeri i cili i ka arrit, si me thanë, ato mekanizmat e ijtihadit, përpjekjet ky njeri ban ijtihad, mundohet për më arrit deri tek e vërteta dhe tek dispozita e qëlluar për një vepër të caktuar. Dhe kjo e jep atë mundin e vet dhe kështu me radhë, mirë po, pastaj i bahet e qartë se ka gabu. Ky person, thojnë djetarit, do ta marrë shpërblimin për mundin dhe përpjekjen që e ka ba për më arrit deri tek e vërteta. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Nëse dietari, gjykatësi dhe kështu me radhë e marrë një vendim, dietari e nxjerr një urdhër, një fetva dhe kështu me radhë dhe ja ka qellu, thot, ky thot do të ketë dy shpërblime. Mirë po, idha ijtahada fa akhta, mirë po ka ba përpjekje, i ka mekanizmat e ijtihadit, pra e ka arrit një shkallë që i takon që të bajnë ijtihad dhe përpjekje, mirë po, gjatë rrugës ka gabu, apo ka dalë me një rezultat të gabuar, thojnë dietarët, duke u nis nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa akhta falahu ajr, ka gabu, thot ky do ta ketë një shpërblim. Pra do ta ketë shpërblimin e mundjes që e ka vepruar për më arrit deri tek e vërteta. Është interesant të nderuar vëllezër se ka mundësi ne ndëgjojmë nga dietarët se ka prej atyre që dikush një vepër e llogarit sunet, të njëjtën vepër dikush e llogarit bidat. Atëheran, nëse këtu ka hapësirë për përpjekje dhe për ijtihad, këto dy shpresojnë tek Allahu subhanahu wa taala të kenë shpërblim. Problemi të nderuar vëllezër qëndron se te çështja e bidatit si rezultat që shumë prej njerëzve nuk e dinë se çka është bidati, nuk e dinë definicionin e mirë të bidatit, pastaj si rezultat i kësaj kur i ndërtojnë disa gjëra, ato gjëra pra llogariten bidat ose kështu me radhë, mirë po ka mundësi në realitet nuk janë bidat. Pse? Varësisht si ta bësh definicionin e bidatit, do të delsh edhe me konkluzion për vepra të caktuara. Nëse thu që bidat është çdo gjë që s'e ka bërë pejgamberi alayhis salam, atëherë kemë dalë me një rezultat se çdo gjë
që se ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bidat. Dhe pastaj fillon edhe e zbret në jetën tonë përditshme çdo gjë që se ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bidat. Nëse themi se bidati kufizohet vetëm me ato, thomë që bidat është çdo gjë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mujt mi bë, mirë po nuk e ka vepruar. Të vepruaret e asaj gjaje është bidat. Mirë po edhe këtë definicion të nderuar vëllezër dhe motra nuk është i qelluar, sepse ne nuk e dim cila gjëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka mujt mi vepru e nuk i ka vepru. Disa tjerë thonë që bidat është çdo gjë që se ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në aspektin gjuhësor, mirë po në aspektin terminologjik pastaj kemi edhe bidate të mirë dhe bidate të këqij dhe kështu me radhë. Në aspektin gjuhësor çdo gjë risi është çdo gjë që s'ka qenë kohë pejgamberit. Pastaj me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund të ndahet bidati në dy lloje, bidati i mirë dhe bidati i keq. Bidati i mirë është çka se kundërshton sunetin e pejgamberit, bidati i keq është çka kundërshton dhe kështu me radhë. Pra të nderuar vëllezër, të flasësh për bidatin mendoj që mos gaboj janë mbi 100 apo 200 libra të shkruar vetëm për bidatin. Dhe ende dietarët, shkak që janë 4 apo 5 shkolla drejtime të çështja e bidatit, ende ka paqartësi të çështja e bidatit. Mu për këtë e shef një dietar thot për një X çështje që është bidat, tjetri thot po të njëjtën çështje është sunet. Mendoj se kjo është si rezultat se domethënë nuk ka qartësi të çështja e bidatit. Mirë po, ajo që ne nuk do të hyjmë në çështjen e bidatit, të flasim për detajet dhe çka është bidat dhe definicionet dhe kështu me radhë, mirë po atë që deshta me sjell dhe me nxjerr nga ky trajtim, është se jo çdo gjë se çka në formën e jashtme tek ti duket se e ka kundërshtuar dikush sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me domos e ka kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu te çështja nëse vjen një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeri punon me një hadith tjetër, nuk do të thotë se ky person e ka kundërshtuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo, pra për fund që themi është se të jetë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë të jetë brenda 4 shkollave juridike. Momentin që një vepër që veprohet ka mbështetje pa marrë parasysh një prej 4 shkollave juridike, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ky person është brenda sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se siç thash, ka mundësi një njeri punon me një hadith, tjetri punon me një hadith. Një njeri punon me një mendim të sahabiut, tjetri punon me një mendim të sahabiut. 4 shkollat juridike, madhhebi Hanefi, Maliki, Shafi dhe Hambeli janë lloj filtrimit të këtyre haditheve dhe këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç thonë dietarët, të 4 madhhebet janë si lloj anë te guri i Çabes në aspektin te cili të drejtohesh e ke qellu kiblen. Njëjtë si thotë edhe Imam Dhahabiu dhe Ibn Taymija dhe kështu me radhë, wa qalla ma yakunu al-haq fi mukhalafati madhahib al-arba. Nuk mundet me qenë haku apo shumë i rrallë mund të jetë haku në kundërshtimin e të 4 madhhebeve. Pra, mendoj që ma afër këtij rregulli që të jetë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jetë brenda 4 shkollave juridike të cilat janë të pranuara. Momentin që ne e kemi këtë rregull, atëherë mendoj jemi larg çdo lloj ekstremiteti pra në të dy anë. Pra edhe nuk e hapim derën që të themi çdo kush pra të vi me fjalë të ndryshme të cilët kanë kalu shekuj dhe s'ka ardhur askush me te, mirë po edhe me këtë mbyllim derën se nëse thom se vetëm çka s'ka bë pejgamberi, ne kemi nga sahabët, nga shokët, nga tabiin dhe kështu me radhë, kanë bë vepra që si ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk do të thonë se ato kanë kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, të jetë e sinqert, të jetë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe mos t'i bajnë Allahut pra në të ortakëri dhe të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jetë brenda 4 shkollave të pranuara juridike. Momentin që njeriu ecën me këto 2 rregulla, mendoj se e ka praktiku ajetin ku thot Allahu femen kana yarju liqa rabbi, ai I cili shpreson dhe është përmallu për takimin me Allahun subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, le të veproj vepra të mira, pra
sipas sunetit të pejgamberit me kuptimin e 4 shkollave juridike, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dhe mos t'i bajnë Allahut ortakri në atë vepër. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.